Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka marrë për masa të forta emocionale, pasi Selin ka reaguar ashpër ndaj ngacmimeve të vazhdueshme të Rogerti për orientimin e saj seksual. Gjatë një debati të tensionuar, Selin nuk u përmbajt dhe foli hapur, duke i drejtuar Rogertit fjalë të drejtë për drejta. Çfarë problemi ke me orientimin tim seksual? Të vi turp që jep vetëm mesazhe të gabuara. Nuk është problem të pëlqesh një femër. Njerëzit kanë të drejtë të jenë si të duan. Por Rogerti vazhdoi me tone provokuese, duke u përpjekur ta vërë në siklet. Shkove e puthe, ti që puth këtë, ti që puth kunatën në buzë, çfarë orientimi ke ti? Në këtë moment, Selin shpërtheu dhe i dha fund çdo diskutimi, duke deklaruar me vendosmëri: "Jam lesbike, edhe çfarë? Çfarë të duhet ty? Është jeta ime dhe vendimi im." Me këtë reagim, ajo tregoi se nuk ka ndërmend të lejojë askënd ta gjykojë apo ta përdor orientimin e saj si mjet për sulme personale. Ky nuk është rasti i parë kur Rogerti përdor këtë lloj qasjeje. Më herët, ai ka pasur përplasje të ngjashme edhe me Kristi Lamaj, duke e vënë edhe atë në siklet me pyetje dhe komente të papërshtatshme. Ngjarja ka ngritur sërish diskutime brenda shtëpisë për kufit e lojës, respektin personal dhe mënyrën se si disa banorë zgjedhin të krijojnë tension përmes ofendimeve dhe provokimeve. Qëndrimi i Selinit u pasi një moment force dhe vetëdieje, ku ajo zgjodhi të mos hesht, por të mbrojë veten dhe identitetin e saj pa frikë, duke i vënë një vit të qartë sjelljes së Rogertit. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.